Kapitulli 24. Kur Jezui doli nga tempulli dhe po largohej, erdhën dishepujt dhe i treguan ndërtesat e tempullit. Jezui u tha: I shikoni të gjitha këto? Me të vërtet po ju them se nuk do të mbes gur mbi gur pa u rrëzuar. Kur Jezui po rrinte në malin e ullinjve, erdhën dishepujt dhe i thanë veçmas: Na thuaj, kur do të ndodhin këto dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e fundit të botës? Jezui u tha: Hapni sytë se mos ju mashtron njeri. Sepse do të vinë shumë veta në emrin tim e do të thonë: Unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Do të dëgjoni për luftra e lajme luftrash, por mos u trondisni. Këto duhet të ndodhin, por ky nuk do të jetë ende fundi. Një komb do të ngrihet kundër një kombi tjetër, dhe një mbretëri kundër një mbretërie tjetër. Do të ketë zi buke dhe tërmete në disa vende, por ky do të jetë fillimi i dhimbjeve të lindjes. Do t'ju dorëzojnë në mundime e do t'ju vrasin, dhe të gjitha kombe do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Do të ketë nga ta që do të largohen nga besimi, do të tradhtojnë dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Do të dalin shumë profetë rrem, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Kaq shumë do të përhapet paullësia, sa që për shkak të saj do të ftohet dashuria e shumë njerëzve. Por kush që ndron deri në fund do të shpëtohet. Ky ungjilli i mbretërisë do të shpallet në të gjithë botën, si dëshmi për të gjitha kombet. Dhe atëherë do të vijë fundi. Kur të shihni tmerrin e shkretimit në vendin e shenjtë për të cilin ka folur profeti Daniel, kush lexon le ta kuptoj. Atëherë ata që janë në Jude le ta rratisen maleve. Ai që do të ndodhet mbi çati të mos zbres, e të mos hyjë brenda për të marrë gjë nga shtëpia e tij. Ai që do të jetë në ar, të mos kthehet prapa për të marrë mantelin. Mirë gratë shtatzëna dhe ato që mëkojnë fëmijë në ato ditë. Lutuni që arratia juaj të mos ndodhë në dimër, apo të shtunën. Atëherë do të bjerë një mjerim aq i madh, që nuk është parë nga fillimi i botës e deri tani, edhe të tillë mjerim nuk do të ketë më kurrë. Po të mos shkurtoheshin ato ditë nuk do të shpëtonte asnjëri. Por për hir të të zgjedhurve ato ditë do të shkurtohen. Nëse dikush ju thot, ja ku është Krishti, ose ja, është këtu, mos i besoni. Do të dalin krisht të rrem e profet të rrem, që do të bëjnë mrekulli të mëdha e shenja, që mundësisht të mashtrojnë edhe të zgjedhurit. Por ja, unë ju paralajmërova. Prandaj nëse ju thonë, ja është në shkretë të tjerë, mos shkoni atje. Po të thonë ja, është i fshehur këtu, mos u besoni. Biri i njeriu do të vijë si vetëtima që vetëtin nga lindja në perëndim. Ku është kërma mblidhen edhe skifterët. Menjëherë pas pikëllimit të atyre ditëve, dielli do të errësohet, dhe hëna nuk do të jap dritë. Yje do të bien nga qielli, dhe pushtetet qiellore do të tronditen. Atëherë do të shfaqet në qiell shenja e Birit të njeriut, dhe të gjitha fiset e tokës do të mbajnë zi, e do të shohin Birin e njeriut duke ardhur mbi rreth e qiellit, me pushtete me lavdi të madhe. Do të buças trumpeta e madhe, dhe ai do të dërgojë engjëjt e tij në të katër anët e tokës për të mbledhur të zgjedhurit, nga njëri skaj në skajin tjetër të botës. Mësoni nga shëmbulltyra e fikut. Sa po dega e tij bëhet e njom dhe nxjerr gjethe, ju e dini se po afrohet vera. Kështu edhe ju kur t'i shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se fundi është afër, te dera. Me të vërtet po ju them se kjo brezni nuk do të kalojë pa ndodhur të gjitha këto gjëra. Qielli e toka do të shkojnë, por fjalët e mia jo. Askush nuk e di atë ditë apo atë orë, as engjëjt e qiejve, as Biri, por vetëm Ati. Siç ishte në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe ardhja e Birit të njeriut. Ashtu sikurse gjatë atyre ditëve përpara përmbytjes njerëzit hanin e pinin, martoheshin e martonin, deri ditën kur Noe u hyri në ark, dhe nuk dinin gjë derisa erdhi përmbytja dhe i zhduku. Kështu do të jetë edhe ardhja e Birit të njeriut. Atëherë, prej dy vetave që do të gjenden në ar, njëri do të merret, e tjetri do të lihet. Prej dy grave që do t'jenë të mulliri për të bluar, njëra do të merret dhe tjetra do të lihet.
Prandaj rini zgjuar, sepse nuk e dini në çdo ditë vjen Zoti. Po ta dinte i Zoti i shtëpisë se në qorë të natës do të vinte vjedhsi, do të rinte zgjuar dhe nuk do të lejonte t'i vinte i shtëpia. Prandaj jini gati, se biri i njeriu do të vijë në një orë që nuk e prisni. Cili është ai shërbëtor besnik dhe i mençur, të cilin i Zoti e ka vënë mbi shërbëtorët e tjerë për t'u dhënë ushqim në kohën e duhur. Luma i shërbëtor që kur të vijë Zoti, do ta gjej duke vepruar kështu. Me të vërtet po ju them se këtij shërbëtori do t'ja besoj të gjitha pasuritë e veta. Por nëse ai shërbëtori mbrapsht thot me vete, zotëria im po vonohet, dhe fillon të rrah shërbëtorët e tjerë, dhe ha e pi me të dehurit, atëherë i Zoti i këtij shërbëtori do të vijë ditën që ai nuk e pret, dhe në orën që ai nuk e di. Do ta dënojë ashpër, dhe do ta hedhë atje ku dënohen hipokritët. Aty do të ketë vajtim dhe kërcëllim dhëmbësh.